Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, kishte bërë një deklaratë të fortë lidhur me takimin që ndodhi në Paris ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Sipas Vučić, ai dispononte informacione të brendshme mbi agjendën që Kurti printe të shtronte gjatë këtij takimi të rëndësishëm diplomatik. Vučić pretendoi se këto të dhëna i kishte siguruar nga persona brenda rrethit të afërt të kryeministrit kosovar, duke ngritur kështu pikpyetje mbi rrjedhjen e informacioneve dhe zhvillimet që po paraprin këtë takim. Në deklaratën e tij, presidenti serb theksoi se sipas burimeve të tij, Kurti në Paris pritej t'i paraqiste kërkesa Macronit që lidheshin kryesisht me çështjet e sigurisë në veri të Kosovës, përfshirje dhe rritjen e rolit të NATO-s në këtë pjesë të territorit. Këto pretendime sipas Vučićit janë pjesë e një përpjekje më të gjerë të Prishtinës për të forcuar praninë ndërkombëtare në zonat me shumicë serbe. Megjithatë, Vučić u shpreh skeptik se këto kërkesa do të merrnin mbështetjen e presidentit francez Macron. Ai theksoi se Franca ka një qasje më të balancuar ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk priste që Parisi zyrtar të mbështeste iniciativa që sipas tij mund të tensiononin më tej situatën në terren. Deklaratat e Vučić vinë në një kohë kur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë mbetet i brisht, ndërsa takimet e nivelit të lartë diplomatik si ai në Paris konsiderohen vendimtar për ecurinë e proceseve politike dhe të sigurisë në rajon. Pasi Albin Kurti dhe Macron u takuan në Pallatin Elize, Aleksandar Vučić, i cili ka shërbyer si ministri i propagandës gjatë regjimit të Slobodan Miloševićit, foli përsëri për vizitën e kryeministrit kosovar në Paris. Siç pretendon Vučići tashmë, komunikata e lëshuar nga zyra e Kurtit nuk pasqyron diskutimet e reale që janë bërë në Pallatin Elize. Ai thot për gazetarët se mori informacion në lidhje me takimin nga zyra e presidentit Macron. Jam i kënaqur që Kurti është i kënaqur, por a do ta kufizoj dikush përdorimin e armëve serbëve? Vetëm unë si presidenti i Serbisë dhe komandanti suprem i forcave të armatosura serbe mund ta kufizoj përdorimin e armëve tona. Ne duam paqe dhe për këtë arsye nuk do t'i përdorim ato, edhe nëse do të përdoren armë këtu apo atje. Vetëm unë dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura serbe e marrim këtë vendim, ka deklaruar Vučići.